E tash që u kry shpia, rani i martesës, që shpo mbetët? Alloj, Blerun, dhe në kismet. Nuk e kam nëjëzën për gutë, deri në kismet. Pra, beqare je? Po, beqare jam. Gjithë kjo vajzë, maj? Shka me bajt? Qa ka ndodhë diçka? Krejt qikat e mira single, pse kështu? Vidja po tutën ata djemë të shko. Diçka duhet me pas këtu. Po ndalim edhe pak të prindrit, me që se i ke pas edhe në klipin tënd, një kongë, në fillim edhe kur të prezentova, thash të kongët e tua, arrin me i prek shumë njerëz, sepse janë temat të tilla që gjithkush prej familjeve tona ka dikë që jeton jashtë vendit për rrethana të ndryshme. Besa ke bo edhe kongë dedikime enkas, po ato dhe flas pak më vonë. Më fol pak për eksperiencën e prindërve në klip. Pa të fështirë me i bimë? Jo, ngam, prind i kum pas edhe me një videoklip tjetër. I kum pas para një vjetë e gjysë kështu, ka një kongë për Bajram, edhe kisha shumë të shef një pas. Se i kam kujtem të një jetën, edhe thesha sa marrë dikan tjetër ma mirë i marrë printe me. Këtë kongë Blerun rrallë... Atë lipën pare për me janë klip. Unë ju ja vetë.